javët në vazhdim ashtu siç ju kemi premtuar që nga dje. Ndërsa tani është koha për bisedën me musafirin. Në studio me mua kësaj here vjen profesor Dr. Shaip Mripa. Mirë se erdhët, doktor. Mirë se gjej. Doktor Mripa ka qenë disa herë në studion tonë. Ai është një akupunkturist, për 25 vite tashmë është akupunkturist i njohur dhe gjatë këtyre viteve ka trajtuar shumë sëmundje, për cilat kemi biseduar disa herë në studion tonë, por që asnjëherë nuk kemi pasur minutazh të mjaftueshme që t'i trajtojmë të gjitha sëmundjet. E sot do të flasim për disa sëmundje shumë më të rënda që zakonisht as akupunktura nuk i shëron, po që doktor Mripa ka bërë disa mrekulli, themi kështu, me pacientët e tij. Doktor, keni bërë një përmirësim mjaft dukshëm të 10 raste, madje edhe tek rastet me paralizë. Na tregoni se si është e mundur që akupunktura të ndikojë tek këto raste? Komune shumë raste punoj me akupunktur këto paralizat të lloj-llojshme. Gjysmës së trupit, paralizës fytyrës ose paraliza tjera. Edhe këto tretmane zakonisht thot akupunktura edhe mjekësia. Bi 8 muaj, 1 vjet është gjendja e paralizës definitive. Është e pasherueshme. Mirë po unë qashtu i thom edhe pacientëve, është vonë, po megjithatë unë i marr, nuk premtoj, po s'ka gati që kujna si ka ndihmu të paralizat lloj-llojshme, të gjymtyrëve, paralizës fytyrës, pas një vjeti 5, 10, 20, 25 e tjera, disa ata kanë cek, edhe tash kemi njashtu, shumë raste jam të punu këto ditë, nga të gjitha anët e Kosovës e Evropës, kemi një rast pas 10 viteve, gjë që nuk duhet, nuk trajtohet, megjithatë dëshira pacientit ishte edhe une e trajtova, kështu që ka përparu dukshëm. Pas 10 viteve, pacienta e lëviz dorën, e ngrit, ka qenë shtangume krejtësisht këto, mirë po që ku po shihet në fotografi se është shtangume, në të vërtetë e mbyllën shuplaka e dorës dhe pas disa tretmaneve gradualisht e hap grushtin, që këtu ende e ngrit dorën ma shumë, që s'ka mujt me ngrit, këtu s'ka mujt hiq, pas të këtu e ngrit ma tepër, edhe pas të. Doktor, vetëm nëse mund është ta ngrisësh albumin për shkak që ta kap kamera dhe ta shohin edhe shikuesit se na ke sjell dëshmi për rastet të cilat ke punuar me vite të tëra. Që pacientja në start, në fillim, që ka grushtin të shtangum, edhe pas të ose në start s'ka mujt me lëviz hiq, ma shumë e lëviz, tash ma tepër e ngrit, e këto edhe ma tepër. Mirë po, njëkohësisht, tu ka pas tretman edhe të kambës majt, si dhe paraliza fytyrës. Dhe për sa kohë ka ndodhur shërimi, krejt ky shërim, për sa kohë, sa seanca janë nevojit që kjo paciente të shërohet plotësisht? Para se me tregu sa tretmane që po tregoj tash edhe pas të sa ka përparu kjo, tash kemi me pa këto, se ku e ka hapë grushtin, gishtërit e tjera, pas mas të 10 viteve, që ngrit ma shumë, edhe fytyra gati tërësisht është shërue. Shumica pacientëve pyesin sikur ju që pyet sa duhet, sa tretmane e tjera, po unë asnjë pacienti nuk premtoj kur gjë, kaq duhet ose aq, po e thon veç nëse mundem me shëru, eventualisht me ndihmu, sepse shumë do me thonë, s'pe lëviz dorën, as me ushqy, as kur gjë që qështu. Dhe pastaj me di që secili rast dallon prej rasti tjetër, po me qenë se kemi këtu rastin, sa i pas gjatë kësaj zonje terapia komplet? Nuk i ka zgjatë shumë, i ka bo një 20-30 tretmane, gjë që në përgjithësi janë pak, po që shumë shpejt
ka përparu edhe që është një paralizë definitive e pasherueshme, po megjithatë që ka pas sukses kjo. Keni edhe raste tjera të paralizave që i keni shëruar? Po, kemi një album plot me fakte, sepse zakonisht çdo emision na sjell faktet. Është e lodhshme me fotografu çdo herë pacientat dhe me rujt në evidencë? Jo, të disa nuk ka problem. Derisa të gjejmë. Nëse nuk e gjeni, mund të kalojmë te rasti tjetër. Është kjo një problem i lëkurës? Kalojmë afet. Meqense tash të kom një rast shumë të rëndë, një sëmundje shumë të rëndë, e ashtu quajtur sklerodermia, i përfshin tona sistemet e pacientit, është një sëmundje imunologjike. Pacientja këtu në fjalë, po du me thonë foto keni me pa, se lëkura bëhet e lmut, e ajne, edhe nuk është elastike, gjithnjë bën që goja pacientit edhe tërë lëkura të kuret dhe gati këtu është të mbyll goja. Mirë po, pas tretmanit, pas disa tretmaneve, dukshëm pacientja këtu veç po qesh ma tepër, gojën për hapë ma shumë, edhe shumë malet po hanë. Po çka është kryesore këtu? Pacientja është mjeku ma se 8 vite. 4 lloj tableta ka pi, 2 kundër kancerit, 2 kundër reumës, antireumatik. Mirë po, sëmundje e bën vetën, pacientja normal nuk ka këtu faj, as mjekësia, as kërkush ka faj sëmundja. Mirë po, kjo paciente viket e une me gjithë motër. As ishte në gjendje më vesh, as më vesh e tjera, po krejt mendimin e motrës. Pas një kohë, që ka pas duart të shuptaka durë, ju ka shtangu, praktikisht, me varë që edhe këtu, me varë nga jashtë, e pa besueshme, asë një ilaç, asë një medikament si ka ndihmu. Edhe ma vonë që i hapë shuptakat e durve, edhe vartë zhduken, shumë është interesant, pastej në tërë trupin, edhe në gjymtyr, në shputat e kanëve, qarkullimi i gjakut ka qenë i dobësum, edhe në tërë trupin, tërë lëkurën, sipërfaqja e lëkurës e përfshine. Edhe këtu tash kemi këtë shputat e kanëve, cianotike, pa ushqim, pa krejt, edhe gjendja shumë e rëndë, me nxekajt. Po pastej, me anë të akupunkturës, gjithë një bëhen shumë ndryshime të mëdha, edhe që tash rivendose qarkullimi i gjakut, pacientja ecë malet, që këtu të shputat e kanëve, zhduken vartë dhe e ndin vetën shumë ma mirë. Doktor, pacientët e tillë, sidomos ata që kanë probleme me lëkurë, natyrisht se trajtohen me shumë terapi, siç na tregove edhe për këtë vajzën, a duhet ta ndërpresin terapinë në kohën kur po bëjnë akupunkturë? E tash, shumë mirë, pyetët une veç harova në ndërkohë me tregu, pacientja vetë e ka ndërpre ato ilaqet, me qenë se ka ndi vetën ma mirë, se une nuk e ndërpre ilaqet, as yndyrnat, as kremat, të sëmundjet lëkurës, të gjitha, nuk e ndërprej, asë një. Po, ata vetë e ndërprejnë, po, se unë me ndërprej, mos më bo mirë, gjithë ka mundet me thanë, po që pa terapi e tjera, veç me akupunktur, ka përparu dukshëm. Ajo një pengesë, a bëjnë ndërhyrje në njëra tjetër në akupunktura dhe terapia në të njëjtën kohë, do t'ishte më mirë nëse nuk i përdorin ndërprejnë në fakt të gjithë pacientët terapinë?
shumë mirë, po pyetni, është interesant se thot akupunktura nuk duhet terapin që e përdor, kortikosteroid ose ndyrna të ndryshme të tjera, ato e damtojnë, nuk duhet, i pengojnë. Po megjithatë unë nuk i ndërprej kur, bëj veç akupunktur edhe që përpara. Edhe kur të shohin rezultatin, me siguri vetë largohen nga medikamentet e ndryshme. E pa besueshme që e vërtet e pa këtë paciente shumë mirë ndin veten. Kemi edhe një rast tjetër me sëmundjet e lëkurës? Një psoriaz. Edhe psoriaza është një sëmundje shumë delikate, praktikisht e pa shërueshme. Shërohen në për klinikat të ndryshme, evropiane, tekni e tjera, me barishte popullore. Disa bilem edhe i rezatojnë. Edhe në Shkop, edhe në Gjermani i kanë rezatu, po suksesi shumë i dopt. Se japin tek psoriaza metotrexate, këto antikanceroze, me ndyrna të ndryshme, po suksesi është shumë i dopt. Këtu kom une një mjek nga Kosova, mase 22 vjet ka pas psoriaz. E ka përfshi krejt trupin, tër trupin, me kokë, me shpinë, me gjymtyr e tjera, që këtu kemi me pa gjymtyr të pacientit, të skuqur, të ajër, e tjera, e pa besueshme, 22 vjet. Ilaçe, kreme. Plus edhe vetë është një mjek. E pa besueshme, ose edhe antibiotik përdojnë gjithçka. Shkojnë deti me muj e tjera, po mirë po, pas aplikimit të akupunkturës, pas mase 22 vjetëve, ky digjon do pacient tjerë tregojnë për të unë, edhe vjenë të unë, shumë keq ka qenë, kanë do komplikimet lloj-llojshme, besa psoriaza jep edhe komplikimet rënda, reumatike, shumë do sëmundje tjera, do komplikimet tjera. Tu çka është kryesore, të ky pacient, ndoshta shëndetësore tjera, definitivisht i tërheken këto proces, krejt çka ka qenë degenerume, regenerohet, përtrihet lëkura në tërë trupin, në gjymtyr, në kokë heken ato të gjitha ndrimet dhe definitivisht e pa besueshme, po s'ka kur gjë pas 22 vjetëve, nuk ka kur një farë ndryshimi në lëkurë. Si bëhet trajtimi? A është trajtimi i njëjtë, sikurse për paralizë është vetëm vendet ndryshojnë ku vendosen gjilpërat apo jo? Tash edhe kjo pyetje shumë është me vend. Unë baj trajtimin e shumë sëmundjeve. Shumica akupunkturistëve marrin do rastet lehta, edhe nuk marrin gjithçka. Po unë, çka bëj? Unë i them nuk je për akupunktur, vështirë shkon, ka dalë shkon, ose ndoshta nuk shkon hiç. Po ata insistojnë vetë, thojnë, zotni doktor, unë kom dëgju për ju, kom pa në webfaqen e juaj, e tjera, edhe këtu po i shoh fotografi që i keni ndihmu shumë pacientëve, ose pacient tjerë kanë tregu, ju lutem merrni tretman, unë atëherë marr, edhe s'ka gati pacienti që si kanë ndihmu me psoriaz, mase 25 vjet bëj këto trajtime une me akupunktur. Te une janë qishtu rezultatet, te tërkush unë nuk thomë që ka faj kyja i që jam mjeku e tjera, shumicës i thonë për çdo sëmundje nuk ka faj mjeku, as i që s'kan faj, ka faj sëmundja. I vendosni në tërë trupin gjilpëra këtyre pacientëve, apo vetëm në pjesët në cilat është shfaqur dëmtimi i lëkurës, apo e mbuloni krejt trupin me gjilpëra? Jo, unë pak pare se nuk e thash bashkë krejt, çdo sëmundje
i ka pika të veçante me të cilat mjekohet për zonë, të smundjet reumatike, të paralizat, pastaj të smundjet lëkurës, janë pika të veçanta që e përshin, po mos me i përdor që ato pika kryesore që ishtë duhet, natyrisht nuk ka me pas rezultate. Do thotë se cila nëse vendoset vetëm në pikën e dur, atëherë shfaqen edhe rezultatet e suksesshme. Edhe varet prej tretmaneve, qyshe ban tretmanin, disa i bajnë tretmanet ma radhe, tjera normal, suksesi ashtë ma i dop. Tek unë, si të paraqiten e tjera i marë, i njekoj regullisht, nuk premtoj kur gjë, po suksesi ashtë i pashmash. Nuk kemi edhe shumë kohë, e kemi përmend edhe sëmundjen e tumorit, a është e mundur që edhe tumori të shërohet me anë të... Jo, tumori jo, po ta është diçka tjetër, është një paciente o bo operacion nga tumori. Mirë po, ka pas kokëdhëmje, tension të lartë, edhe i paralizohet ana majt, ftyrës, dora, kamba e tjera shumë do për shkak të shtypjes së tumorit në kokë. Ma në fund, pacientja bëhet operacion në Tiranë. Po jetë syni i mbyllën, kapaku synit, edhe pjesa e majt e ftyrës, njashtu gjymtyr, ka pas vështërsina me ecë, po te u, pas 8 muaj e 10 muaj shkon në Ankara, Turqi, për mjekim të matejshëm, për qëto paraliza, për qëto pengesa, po as ato së mund me ndimu. Pas të shkon në Gjermani, mas 10 muajve, pas 2 viteve, vjen ke unë, me sy të mbyllën, 2 vjes kur s'ka mujtë me hapë, në të vërtet kapakun e synit, majt, pas 2 viteve, hapet kapaku i synit, e hap synin, normal gati she, plus paraliza ftyrës, është tërhek, gati pëtësis është heru. Qas kanë mujtë klinikat e ndryshme, evropiane gati, e evropiane të gjitha to 3 klinikat të përmendun, të Tiranës, Turqis, Gjermanis, me akupunktur të unë, edhe që është procesi vonë unë, ftyra, kapaku synit, qilet e tjera. Doktor, ka dhe shumë raste, por ne kemi shumë pak minuta. Doktori, gjitha rastet e veta vazhdimisht i ka postuar në faqen e tij, po tashmë ka hapur edhe rrjetin social Facebook dhe i ndoan me të gjitha ata që kanë dëshirë të shohin se sa i keni ndihmuar pacientëve të ndryshëm, vetëm Shajp Mripa apo jo, mund t'ju gjeni në Facebook. Mund ta gjeni Shajp Mripa dhe të shihni se sa rastet i ka shpëtuar, ndoshta edhe ju mund të gjeni shërim tek doktori nëse vetë ju nevojitet dhe nuk keni pasur shërim nëpër klinika tjera ose me medikamentet të cilat i keni përdorur. Doktor, faleminderit shumë që ishit në studio dhe që i ndatë gjitha me ne. Shumë faleminderit edhe për ju. Është koha që ne të shkëputemi për reklama, do të themi pas pak me historie të tjera, mos u ndani nga Klan Kosova.